duhi dora ime e djathtë, më shkonin latet dhe unë ideja se ka vdekur. Unë kur e vendosi t'ja protezën, nuk e kuptoj në për çfarë emocioni kam kalu. Ne kemi qenë 4 vëllezër dhe baba, po është shumë interesant që ne nuk kemi qenë asnjëri me tjetrin. Kemi qenë të gjithë veç e veç, ndoshta edhe për faktin se lufta na shpartalloi në një farë mënyre, po kemi pas edhe një parim që në rrethana të tilla të mos jemi të gjithë vëllezërit bashkë, as të mos zbritëm të gjithë, po as të mos cëbim në emocion nëse vllau plagoset ose tjetri që të shkojmë emocionalisht dhe të humbim. Mirë po, ne kemi pas nënën sepse prindët e mi kanë pas 12 fëmijë. Kanë qenë gjysma prej tyre shumë të vegjël. Unë kam qenë i dyti në radhë, po isha 24-5 vjeçar, të tjerët shumë të rison. Dhe ne kemi kthyer babain tonë në gjysmën në rrugës, si kemi thënë, që të shkon edhe të vendoset ku ishte nëna në një pru atje me fëmijë të vegjël. Ai, pasi është kthyer, duke dëgjuar gjithë ato të shtëna, thot si ka mundësi unë me u kthye 4 djemt në flant, edhe u kthy mbrapa. Fati e ka dashur që ai është taku pikërisht në vllaun qërimin para se të plagoset, dhe në momentin e plagosjes është pikërisht babai që e ka bërë tërheqjen e tij në rrethana tepër të vështira, i ndihmuar nga një luftëtar i lirisë që dua ta falenderoj, ta përshëndes nga këtu, Erol Rexhepi. Nuk disha mu gëzua, mu jëdhnu, sepse unë ideja se ka vdekur, edhe kur tha ka humb dorën, pak u gëzova që është gjallë, po tani fillova shqetësimin se nuk e dija në cilat përmasa është amputu dora. Kam shku në spitalin ushtarak, kam gjetë, kam njoftu familjen, dhe jam marrë me qërimin për 1 muaj në spitalin ushtarak në Tiranë, që do të thotë kam kryer gjitha obligimet e tij sikur një prind që i kryen për një foshnjë. Një ditë për ditë shkrimi kishte pas probleme të theksuara, pak shtrëngime në gjokse etj. Dhe unë e thras një mjektimin këtu shqiptar, cilin e përshëndes shumë, është ndër djemtë të kombit që na bën krenar këtu, Sulejman Qelaj. Dhe i them se qërimi ka probleme shëndetësore, ai është kardiolog tash, dhe e ka tejkalu ato normat normale që ishin bazë analizave, thëmë edhe s'kemi kohë për termine. Ta shpend bjerët mërkure, një binte pas 2-3 ditëve, bjerët mërkure në spitale dhe e qojun atje. Në ndërkohë doktori thot, pse shpend s'po provon me gjetë një protezë. Qërimi ka qenë tepër i fort moralisht. Qërimi pas plagosjes, pas humbjes dorës, ideali i 20 vjeçar ai na ka dhënë ne moral. Pra, mu sytë më kam pa bo varë për i qajtë, sa herë që më duhi dora ime e djathtë, më shkonin latet, qërimin e ipte moral. Arsyeja që nuk e ka bërë këtë është se 2 vite 3 pas lufte ka bërë një protezë, po ka qenë shumë e papërshtatshme, e rënd, thjesht e pengon të shumë qërimin si pjesë e huja, pjesë e vdekur, dhe tha unë ma mirë ndina pa dorë. Dhe ky nuk ishte absolutisht interesuar për protezë. Kaluan vitet dhe ne gjithu mësuam se qërimi nuk do në protezë, dhe ne su interesuam fare asnjë. Me një fjalë e normalizuam këtë situatë. Fati ka dashur që gjithë ata fishek që i ka pas në dorë ata plumba, nuk ju kanë dëmtuar nervat, i ka të gjitha funksionale, dhe kjo bën shumë të lehtë punën e përdorimit protezës elektronike, sensoret janë shumë aktiv. Dhe derisa ka provuar protezë, nuk ka ditë me mendu që do të ketë një provokacion ashtë madh emocional, dhe do të mendon që jeta është 1.000.000% krejt ndryshe. Aty ka shku vetëm atë ditë me provu, pastaj kur kom fol me ta kom pa që ka shumë emocion, edhe ma kom vendos tani kur të ketë vizita tilla mos me lanë vetëm, dhe kjo ishte arsyeja që isha dje me të. Dhe në fakt kur e vendosi dje protezën, nuk e kuptoj në për çfarë emocioni kam kalu. Në kthente para luftes, gjatë luftes, pas lufte, ishte një rrëmujë e madhe emocionale dhe erdhi deri te momenti me vendos në përcaktimin e protezave, të 3-4 protezave aty cila me u marë, cila mu vendos.